për Kosovën. Ndërkohë Edi Rama vizitoi Izraelin, e kemi pa na, u pret mirë. Në Izrael ka shkuar, e kam përsëritur vazhdimisht, ka shkuar sepse Edi Rama e din se sa e afërt është administrata e Donald Trumpit me qeverinë e Benjamin Netanyahus apo me djathtën e Netanyahus. Itinerari i tij ishte i qartë, e nisi me Mohammed bin Zayedin e Emirateve të Bashkuara Arabe, një nga aleatët e mëdhej të Izraelit në linjën e mesme, i cili po bëhet pjesë e aksit New Delhi. New Delhi, Dubai, Tel Aviv është aksi amerikano-izraelit i cili synon të rivalizoj iniciativën kineze Road and Belt Initiative. Ndaj, Rama ka një projekcion të qartë, tashmë që është duke perënduar ylli i tij politik në Ballkan, mendon që në këtë epokë të re duhet të ngjitet në barkën e Izraelit për të mbajtur veten e tij politikisht në Washington, dhe mbase ka kuptuar që amerikanët kanë nevojë ta rikthejnë Hashim Thacin në Kosovë dhe po ngjitet tek barka e Thacit. Po në fakt është ai që erdhi me helikopter në Kosovë dhe i bindi Thacin me çdo kusht në votoj gjykatës speciale. Që domethënë ti po thu që ti po domethënë me nëntash. Rama po projekton. Rama e ka projektuar që ti ai po projekton të ardhmen e tij politike dhe në kurrizë të Thacit? Trajektoria jo në kurrizë të Thacit, ai mund ta bëj këtë në kurrizë të kujt do. Por ai mund të bëjë një lexim momental që ndoshta amerikanët kanë nevojë ta rikthejnë Thacin si lojtar. Dhe ti mendon që do ta rikthejnë? Unë nuk e di se çfarë do të bëjnë, por deklaratat e Wesley Clarkut, James Robin, deklaratat e fortat amerikanëve në Hag, tregojnë që Washingtoni nuk do ta lëshojë UÇK-n, simbolikën e UÇK-s. Sa i përket daljes së 4 liderëve të UÇK-s, zoti Selimi, Thaçi, Krasniqi, Veseli, unë mendoj që është vendim politik, nuk është vendim penal, nuk ka lidhje, dhe këtu do të shohim cila do të jetë trajektoria e Washingtonit në botën e re që po lind. Në qoftë se do të lejohet të masakrohen krerët e UÇK-s, Amerika e Donald Trumpit do të humbas një betejë të fortë me establishmentin e majt në Europë, dhe ky do të jetë një mesazh i fortë për Amerikën. Dhe çështja që duhet kuptojmë ne shqiptarët sot dhe që duhet jemi të kujdesshëm është se nuk kemi më një Amerikë. Kemi 2 Amerikë. Rama e ka kuptuar këtë, dhe nga Amerika e George Sorosit dhe Alex Sorosit, me të cilin ai projekton të ardhmen e Ballkanit tek zyrat e Vučićit në Beograd, ai po tenton të vrapojë tashmë tek zyrat që e çojnë tek Donald Trumpi, për cilin ai kishte thënë se është turpi i njerëzimit. Trumpi është pro lirimit të Hashim Thacit, sigurisht. Besoj po, patjetër. Edhe unë mendoj që llogaritë e Amerikës së Majt me të djathtën nuk besoj që ata do të lejojnë të thyhet UÇK-ja, sepse thyhet automatikisht Wesley Clark, dhe Wesley Clark nuk është. Thyhet Wesley Clark, thyhet NATO, thyhet pavarësia e Kosovës. E sjell Wesley Clarkun jo pa qëllim. Jo pa qëllim. Jo pa qëllim, sepse është peshë shumë e rëndë. Ose kemi pas të njerëz studentime që kanë thonë Wesley Clark i ka marrë pjesë si dëshmitar brez për parë, unë se besoj këtë gjë. Unë nuk jam humorist, unë jam geopolitika. Pani më duhet besoj. Ti mund ta cekësh, por thonë pak më herët që unë më duhet ju them dhe unë për çfarë kam marrë këty. Po, e vërtet. Nuk jam humorist. Po. Ata që kanë thonë kështu kanë qenë humorist. Mund të thonë shumë shka, ka shumë emisione që bëjnë humor. Kush është prej tyre? Nuk kam, nuk prek. Tha pak më herët që nuk e mbështet lëvizjen majtiste, ndërkohë nuk jam ideologjist, jam ideal. Ndërkohë Albin Kurti është ideologjist majtiste, ti nuk takoj me Albin Kurtin në asnjë pjesë të marksizmit, të leninizmit. Por në aspektin politik ki respekt për to. Mua më ka Albini dhe çdo kosovar, edhe ti, ju. Unë jam ushtari juaj, për sa kohë ju punoni për Shqipërinë. Ti e ke vënë atë flamurin aty. Keni dhe i flamur verdhe blu këtu, i respektojnë për nevojat konjunkturale të lojës globale, ti e moderatori e gazetar provokon, manë qëndrim me atë, unë jam ushtar i çdo kujt në Kosovë që lufton për Shqipëni e për Kosovë. Krejt jem qështu? Bukur shumë. Prandaj,